Zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës që po shkakton opozita duke bllokuar seancat parlamentare ka bërë që qytetarët të ndihen të zhgënjur me gjendjen aktuale. Ata nuk janë ndarë të kënaqur me punën që po zhvillohet në kuvend. Sipas tyre, kuvendi është vendi ku duhet të zgjidhen problemet dhe jo të bllokohet zgjidhja e tyre. Duhet me pas një tolerancë shumë të mirë, në debatu në kuvend, në kuvend është për çeta. Nuk është me bën bllokime pa lidhje. S'është rrugë e mirë kjo protesta, vjen ngo protesta. Duhet një rrugë pak më moderume, pak më e qetë. Po me siguri drejt ka shumica. Çashtu mendoj. Por ka qytetarë që mendojnë se pozita është duke i ndërlikuar punët për shkak të marrëveshjes me Beogradin. Opozita jo. Që ta pozita që është, që në shku mua në atje, në për Beograd e në për gjithka, këta e kam prish që këtë qeveri e ka prish këtë qitë punë. E ta është du të me ngajtë shumë për me përmicu. Val, vallaj, keq, val. Disa prej tyre as që merren me politikë. Në jetën time jo marrë gjithmonë me shkencë, jo me politikë. Vje keq. Seanca parlamentare është dashur të mbahet sot, por prapë është bllokuar nga opozita duke mos lejuar vazhdimin e saj.